Ulliri po kthehet në simbolin e bujqësisë së Roskovecit, me 10 hektar të mbjellë me këtë kulturë dhe fabrika moderne që po përpunojnë vajin cilësor. Kulturat e ullirit janë përhapur në të gjithë territorin e bashkisë, ku toka dhe klima mesdhetare krijojnë kushte ideale për këtë pemë të lashtë. Aktualisht, Roskoveci numëron mbi 1200 hektar ullishte, ndërsa prodhimi i vajit të ullirit arrin në 400 deri në 500 tonë në vit. Ndërkohë po rritet interesi tregtarëve për eksport drejt Italisë dhe Gjermanisë, ndërsa Bashkia Roskovec po punon për certifikimin e vajit të ullirit të kësaj zone për ta unifikuar në një brand të vetëm. Ulliri po bëhet kështu pasaporta e gjelbër e Roskovecit. Me këtë ritëm zhvillimi, Roskoveci po kthehet në një nga zonat më premtuese të prodhimit të vajit të ullirit në Shqipëri, duke sjellë jo vetëm fitim për fermerët, por edhe identitet të ri ekonomik për gjithë Myzeqen. Ne kemi bërë një inventar të parë në 2 vitet e para që erdhëm në bashki, dhe kemi arritur të krijojmë një regjistër për gjithë kulturën e ullirit dhe deri në atë kohë kishim diku te 400.000 rrënjë ullim të rinj dhe të vjetër. Sot sipërfaqet e ullirit janë shtuar deri në 450.000 rrënjë në këto vite. Kemi gati 7 deri në 8 punishte të vogla, investime të vetë fermerëve që prodhojnë vajin e ullirit të një cilësie shumë të mirë, ekstra të virgjër. Kemi arritur me shumë këmbgulje të krijojmë një shoqëri të bashkimit bujqësor të fermerëve të ullirit dhe objektivi im është që ne të arrim në Roskovec, për zonën kodrinore të kemi një zinxhir të integruar, që nga grumbullimi i vajit të ullirit deri në nxjerrjen e një produkti me brand, me emër vaj ullirit Roskoveci të standardizuar dhe të gatshëm për tregun, jo vetëm vendas, por për tregun jashtë Shqipërisë, tregun evropian. Jemi përpjekur shumë, shpresoj shumë ta realizojmë, por le të jetë ky një objektiv që edhe nëse nuk realizohet nga unë në kohën që do të jem kryetare bashkie, të realizohet padyshim në territorin e Roskovecit. Kam qenë 20 vjet në emigrim, por e lash emigrim arsyeja vetëm për këta ullinj. Kam 700 rrënjë ullinj dhe vetëm me këta merrem. Prodhimi vjetor ka mber 230 kujtal. Si vjet, deri tani ka vjel 130 kujtal. Kam edhe pak. Mund të vete 150 kujtal si vjet. Si që vjel, dark për dark i qojnë në fabrikt dhe e bej vaj. E kam të shitur vaj. Vjen klienti vet, e shikon ullirin dhe merr vaj. Mund të them që është një nga zonat që ka vajin më të mirë në gjithë Shqipërinë. Lere për në Evropë dhe në për këto, sepse kanë vaj tjetër, po për në Shqipëri, zona jonë i ka dhenë provat që ka vajin më cilësor. Pretendojmë neve, edhe duke bazuar në disa fakte tjera, në analiza, edhe nga të folur e profesorëve që kemi dëgjuar. Unë mendoj duhet krijuar një brand. Për zona, pak në zona jonë, që qa përmbledh Bashkia e Roskovecit edhe disa fshatra më hapur nga Bashkia e Roskovecit, sepse grumbullohen në zonën tonë edhe toka është e ngjashme, edhe klima është e ngjashme. Duke filluar nga Shpiraku që zbret nga ne edhe deri edhe fushat të ka mbjellë ullinj. Mendoj se duhet të ketë një brand. Ta krahasosh jo me 15 vite, po diçka më pak ka ndryshuar si nata me ditën. Se kemi pat rrugë me gropa dhe rrugën kryesore, lere pastaj me fshatrat edhe lagjet. Paktën në dijenin time, në Bashkinë e Roskovecit nuk ka një familje që nuk i shkon makina tek shtëpia. Në dijenin time. Por jo vetëm ulliri ka rritur interesin e fermerëve. Bujqësia në tërësi në këtë zonë shihet si motori i zhvillimit. Sektori bujqësisë ka përjetuar një transformim rrënjësor. Përmes programeve të Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural, mbi 220 fermerë në Roskovec kanë përfituar nga skema mbështetëse për blerjen e makinerive bujqësore, sistemin e ujitjes me pika, ndërtimin e serave dhe përmirësimin e inputeve të prodhimit. Sektorët më aktiv përfshin prodhimin e domateve, specave, luleshtrydheve dhe bimëve aromatike, duke e kthyer zonën në një furnizues të rëndësishëm të tregjeve të fierit dhe mëtej. Në 2015, kur unë erdha si që do kandidoja për kryetare bashkie, në takimet që kanë bërë me qytetarë, sidomos të zonës fushore, kemi bërë një vlerësim të gjithë kërkesave dhe nevojave të tyre. Dhe kërkesa e parë fare që ata më kanë shprehur dhe që ne kemi vlerësuar si prioritare ka qenë mbështetja e fermerëve në nevojën e ujitjes. Për ujin në tokë, për ujin në sera,
për sistemimin e gjithë kanaleve ujitse dhe gjithë shka tjetër kishte nevojë ky proces për fermerët. Dhe që në momentet e para ne kemi kushtuar një vëmendje të veçantë dhe të shtuar fermerëve, sidomos në zonën fushore. Territori i Roskovecit është 70% fushë dhe 30% kodër. Dhe në qoftë se fusha tek ne identifikohet me perimet, me domatet, me trangullin, me shalqinin, kodra në zonën Roskovecit identifikohet me ullirin. Si një pemë jo vetëm thjesht po themi prodhuese për ullirin kokër për ushqim, por pema e paqes që prodhon vajin e ullirit. Dhe dy gjëra kemi bërë së pari. Kemi bërë investimet për ndërtimin e 4 stacioneve të pompimit, të cilat e marrin ujin nga Lumi Seman dhe e çojnë në kanale ujitse, në kanalet që e transmetojnë ujin në fushë dhe në sera. Dhe ky investim i shtuar dhe mirëmbajtja dhe përmirësimi që ne u kemi bërë gjithë rrjetit të kanaleve në territorin e Roskovecit ka bërë që fermerët të motivohen, të besojnë tek bashkia dhe të pushteti vendor dhe ne të kemi sot sipërfaqe të shtuara me sera. Nga 50 hektar që ne i gjetëm në momentin e parë që erdhëm, sot kemi gati 300 hektar sera. Dhe toka të punuara të hapura kryesisht dhe kemi një volum të shtuar të prodhimit të perimeve bujqësore dhe Roskoveci në Myzeqe mund të jetë një nga bashkitë që ka volumin kryesor në gjithë qarkun e Firit për sa i takon prodhimeve bujqësore. Mbështetja në këtë drejtim ka dhënë jo vetëm Bashkia e Roskovecit, por dhe qeveria. Ne sot jemi duke përfunduar një investim shumë të rëndësishëm i cili ka të bëjë me mbushjen e rezervuarit të Kurjanit, sepse po të referohemi projektit dhe datës kur është ndërtuar ky rezervuar, ai e ka mbaruar kohën e vet, po themi, të funksionimit me mbushje natyrale nga shirat dhe ka të domosdoshme vënë në punë të mbushjes mekanike të rezervuarit të Kurjanit dhe ne jemi duke investuar në ndërtimin e këtij stacioni pompimi në Knetën e Zezë dhe ky projekt sot është drejt fundit për të mbushur rezervuarin e Kurjanit dhe për ta kthyer atë në kapacitet shfrytëzimi dhe grumbullimi me ujë të plot, ashtu siç ai është projektuar. Dhe kjo do të bëjë të mundur që ne të shtojmë në mënyrë të dukshme shërbimin e ujitjes në gjithë territorin e Roskovecit, por jo vetëm. Ky ujë do të shkojë, jam shumë e bindur, dhe në sipërfaqet e punuara në Zharës dhe në Belin, të cilat, po themi, juridikisht duhet të ujiten nga rezervuari i Kurjanit. Dhe kjo është në sajt të këmbguljes tonë si bashki dhe të mbështetjes që në ka dhënë qeveria shqiptare. Në pika grumbullimi, të cilat janë financuar nga qeveria shqiptare përmes programeve të IMPARD-it, me frigorifer dhe pa frigorifer, një pjesë e tyre me standarde shumë të larta dhe të cilët nga fermer dhe investitor vendas, të cilët kanë arritur që me iniciativën e tyre, me vullnetin e tyre kanë arritur të realizojnë marrëveshje bashkëpunimi me tregtarë jashtë Shqipërisë dhe sot prodhimet e Roskovecit të eksportohen në vendet jo vetëm në ato që janë kufi me Shqipërinë, por dhe në vende evropiane. Dhe ky është produkt i punës sonë të përbashkët të bashkisë dhe të qeverisë shqiptare. Gjithashtu, objektivi ynë është që ne të kemi për zonën fushore të Roskovecit edhe një linjë të përpunimit të produkteve bujqësore për të prodhuar, për të patur në territor një produkt ndryshe nga i freskëti. Jo vetëm domatet freskëta, po pse jo të kemi domaten e tharë, domaten turshi, salcën e domates, pse jo të kemi edhe produktin e ngrirë nga produktet bujqësore, më falni, nga perimet, të cilat janë aq shumë të dëshiruara për familjet shqiptare dhe për tregun jo vetëm vendas, por edhe atë jashtë Shqipërisë. Gjithashtu unë duhet përmend edhe investime shumë të rëndësishme që ne kemi bërë në mbrojtjen lumore. Ju e dini që territori i Roskovecit përshkohet në një gjatësi jo pak nga 30 km me lumin Seman, që nga Arapani deri në përfundim të Marinzës, dhe në disa vende ne kemi patur rrezikshmëri, sepse lumi ishte shtuar shumë afër, kishte ardhur afër argjenaturës dhe padyshim që kishte nevojë për ndërhyrje me penela mbrojtës dhe ne në 2 vende, në 3 vende, me mbështetjen e qeverisë shqiptare dhe atë Agjencisë e Emergjencave Civile, kemi arritur që të ndërtojmë penela mbrojtës në një, po themi, volum investimesh diku te 1.5 miliard lek të vjetra dhe kemi arritur që sot të garantojmë sigurinë e digës dhe këto investimet tona dhe mirëmbajtja vazhdueshme që ne bëjnë në fakt e dhan frytin. Ju e dini që në periudhën para pak ditësh që ne patëm sipërfaqe të dëmtuara në territore të tjera përgjatë lumit Seman, në Roskovec, në asnjë pikë dhe në asnjë vend ne nuk patëm një kalim të ujit jashtë argjenaturës dhe çarjet e argjenaturës. E gjitha kjo vjen si fryt dhe si rezultat i punës tonë të përditshme dhe gjithë masave që ne kemi marrë, masave parandaluese në kohë për të garantuar një mbrojtje lumore sa më të sigurt. Unë dua shumë që edhe gjatë vitit tjetër me masat dhe me investimet që ne do të ndërmarrim të garantojmë
besimin e fermerëve, që Bashkia e Roskovecit është këtu dhe do të jetë gjithmonë në bashkëpunim me qeverinë shqiptare për të përmirësuar jetën e tyre, punën e tyre të përditshme dhe për të kthyer në rezultate të dukshme përpjekjet që ata bëjnë çdo ditë. Ekonomia vendore ka reflektuar këtë zhvillim me rritje të ndjeshme të ardhurave vendore, mi 35% krahasuar me vitin 2015 dhe hapje të më shumë se 400 vendeve të reja të punës, kryesisht në sektorin bujqësor dhe përpunues. Gjithashtu janë regjistruar 120 subjekte të vogla që ofrojnë shërbime për agrobiznesin, transportin, logjistikën dhe tregtinë. Një faktor i rëndësishëm me rritjen e prodhimeve bujqësore të fermerëve të Roskovecit ka influencuar edhe sistemi ujitjes dhe kullimit, ku është rehabilituar pothuajse gjithë rrjeti dhe janë kryer punime periodike për mirëmbajtjen e tij dhe për të siguruar ujitje për fermerët. Sipas planit të zhvillimit strategjik 2024-2030 të Bashkisë Roskovec pritet të vijë në zbatim investime të mëtejshme në të gjithë sektorët.